Një personazh I famshëm mund të vdes në vitin 2026. Kjo është një nga parashikimet më të frikshme që I atribuohet Nostradamusit. Njeriu misterios që jetoi në shekullin e 16, ka lënë pas qindra profeci për të ardhmen, shumë prej të cilave, sipas disa studiuesve, janë lidhur me ngjarje të mëdha historike. Edhe për vitin 2026, parashikimet e tij ka ngritur shumë pikpyetje. Nostradamus I shkroi vizionet e tij në vargje të shkurtra dhe enigmatike, të njohura si katërvargsha. Këto tekste misterioze u botua në vitin 1555 në librin e tij të famshëm Profecit, një vepër që përmban plot 942 parashikime. Pikërisht aty gjendet edhe një varg që ka nxitur shumë diskutime. 7 muaj lufte madhe, njerëz të vdekur nga e keqja. Shumë njerëz e lidhin këtë varg me konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës, një luftë që tashmë ka hyrë në vitin e 4 dhe që vazhdon të shqetësojë botën. Por kjo nuk është e vetmja pjesë që ka tërhequr vëmendjen. Në një tjetër varg, Nostradamus paralajmëron se një njeri I madh do të goditet nga një rufe në një ditë. Kush mund të jetë ky njeri I madh? Disa mendojnë se mund të jetë një udhëheqës botror, të tjerë e lidhin me një antar të familjeve mbretërore, apo edhe me një personazh shumë të famshëm në botë. Megjithatë, një gjë mbetet e paqartë. A është kjo thjesht një metaforë, apo një paralajmërim për një ngjarje reale? Dhe mbi të gjitha, kur mund të ndodhë kjo?